ajo që është me rëndësi, në protestë ka folë Ali Lajqi, i cili është ardhur dikun ka ora 21 në mbrëmje. Pra, nuk ka qenë një organizuar, as nuk ka qenë informuar, as nuk ka qenë pjesë e 11 marsit. Mirë, po Veç shkurt. Përveç ti ka folë edhe Avdi Krasniqi. Avdi Krasniqi ka folë më herët, ka folë vetëm kryesisht për kushtet e vështira në aty. Pra, Ali Lajqi mon një fjalim të shkurt, kështu pak si luftarak, ama jo që fjalim shumë të shkurt. Bjen në sytë organeve, me 12 mars arrestohet Ali Lajqi. Edhe muajnë gjysmë ore në Sekretariatin Punëve të Brendshme, po me insistimin e sekretarit Punëve të Brendshme të asaj kohe, e lirojnë, mas gjysmë ore e lirojnë. Edhe Sekretariati Punëve të Brendshme jep urdhër që të mos arrestohet 2 javë e ardhshme askush, e sidomos në publik. Okej. Pra, ka një përpjekje për me e qetësu situatën. Me 12 mars... 11 deri me 26 mars, apo? 26 mars, ashtë. Edhe me 12 mars, kësë ka pas gjama të thyre aty tek fakultetit, po, edhe i kanë mëngjesin e datës 12 mars, i kanë regullu nga njëherë, sepse s'kanë dashtë në media ka pas një njoftim të shkurt, Rilinja duket ka pas ca rreshta edhe televizioni Kosovës shumë shkurt që ka pas kështu një farë proteste për kushtet e studentëve, po nuk i kanë dhënë. Ka ndodhur me 13 mars në Ferizaj, ka ndodhur 13 apo 14 mars në shkollën e mesme drejtimi ekonomik në qendrën Ka ndodhur në disa shkollat e mesme për Kosovë. Jo, po du me lidh pak të qëndrimi i sekretariatit. Ka ndodhur në klasën teme, kemi thyer gjitha drejtarët e klasës edhe kemi dalë në korridor, aty ka qenë pa klasë, duke bërërit kushte. Me që s'na ka bashkangjit ashtu kemi vazhdu rrugën qytet pa ma aq, po ajo që është interesante, vendimi i sekretariatit krajnor për mos me bo zhurëm është që kur jemi shku të hanë në shkollë, të gjitha xhamat që kanë qenë të tyrë, kanë qenë të rregullum. Kujdestari i klasës është ardhur dhe ka thënë, ka ndodhur një incident i vogël, po në rregull është, s'është problem, po ne kemi kaluar çështë. Ka pas problem, ka pas përpjekje për të heshtë, për mos kriju nxitje. Qartë. Prej 12 marsit deri me 26 mars, sekretari krajnor i Punëve të Brendshme këto i di prej Abdullah Prapashtitis ka marrë çdo ditë nga 2 mbledhje në ditë. Edhe komiteti krajnor ka qenë informuar dhe ka qenë i alarmuar për gjendjen. Në përpjekje për të ndalur përshkallëzimin. Pse u përshkallëzua me 26? Pse u rikthye protesta? Kjo ka ndodhur për shkak që me 25 mars ka pas janë ardhur inspektor të PE-s për me arrestu Ali Lajqin. Okej. Edhe Abdullah Prapashtica duke qenë përgjegjës çllon aty i shet që po dojnë me arrestu edhe i nalën ata inspektorët i thotë ka vendim mos më arrestu. Edhe vazhdojmë pastaj bisedën me Ali Lajqin, ku i thot Aliut, shiko, Aliut thot po dojnë me arrestu, ky thot jo, s'po të arrestojmë, por hajde flasim nesër në Grand. Jo në Grand, falë, në Bozhor. Po mos hajde me krej student, hajde vetë. I thot Abdullahi, Ali Lajqit. Ali Lajqit kur as nuk e ka pohu, as nuk e ka mohu këte, sepse Abdullahi ka dhënë disa intervista. Ali Lajqit nuk jeton tash, po intervista që ka dhënë Abdullahi ka dhënë gjatë kohës kur Ali Lajqit ka jetuar. Edhe, mirë, 25 marsi përpjekja për të arrestu Ali Lajqin. Hynë Ali Lajqit me studentëve, e morën e student tjerë, edhe Aliu thot që po dojnë me në arrestue për shkak të protestës 11 marsit. Okej. Edhe bashkohen, e angazhohen, e veprojnë deri në mëngjes që të nesërmen me organizu me 26 mars një protest e cila ka për qëllim të kërkojnë nga rektorati edhe strukturat që të mos i arrestojnë për 11 marsin. Kjo është